ata e din mirë edhe vetë këtë pozicion përdesa kanë kërkuar vazhdimisht praninë e Shteteve të Bashkuara në këto negociata. Jo si aktorin kryesor, por që në fakt indirekt ka qenë kryesori, që ka ulur tensionet dhe i ka sjell palët në bisedë. Më bëri përshtypje në fakt e pash 2 ditë përpara se dilte dhe deklarata një postim i Fitim Çekut, një gazetar në Kosovë, i cili thoshte se ishte dërguari special Richard Grenell kishte qëndruar në zyrën e zotit Trump dhe një nga bisedat pritet ishte dhe Kosova. 2 ditë më pas, sepse tani ne jemi koshient e dim që zoti Trump nuk është aq i lidhur me Kosovën edhe me Serbinë, sa në një moment të bukur të kujtohet se ekzistojnë edhe këto 2 vende në kulmin e një lufte që sapo kishte shpërthyer mes Iranit dhe Izraelit. Pra duket se ka dikë që është interesuar për ta shtyrë përpara këtë marrëveshje apo këto bisedime mes 2 vendeve. A është ky Richard Grenell, cili është roli i tij aktualisht, duke qenë se ai është edhe i dërguar special për zonat në konflikt për çështje ndryshme? Së pari, nuk më lejohet që spekuloj me gjërat e tilla, sepse do ishte përtej nivelit tim dhe as i duhet të shohim në komente çfarë bëjnë gazetarët e ndryshëm, pavarësisht se ato mund të jenë të sakta ose tërësisht të pasakta. Një gjë çfarë është e sigurt për administratën amerikane është që ajo është shumë e madhe. Dhe në vazhdimsi aty ka njerëz që vazhdojnë të punojnë në mënyrë permanente, pavarësisht se kush është presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, sidomos në Këshillin Kombëtar të Sigurisë Nacionale, dhe në Departamentin e Shtetit dhe në departamente tjera, ka edhe shërbëes civil, të cilët, siç i quajmë ne këtu në Kosovë apo ju atje në Shqipëri, të cilët pavarësisht se kush është në krye të shtetit, vazhdojnë të mbajnë pozicionet tepër të rëndësishme për brenda administratës. Dhe mendoj që kjo është një gjë e mirë për secilin shtet i cili ka qëndrueshmëri institucionale. Në rastin konkret, padyshim që brenda administratës së dytë të presidentit Trump ka një memorie të qartë për rajonin dhe për atë se çfarë ka ndodhur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe cili ka qenë progresi i arritur gjatë administratës së parë të presidentit Trump, dhe cilat do të ishin mundësitë që ajo çfarë ka nisur gjatë presidencës së parë, mandatit të parë, të përfundojë tërësisht brenda mandatit të dytë.